Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini përsëri. Sot do përgatisim së bashku turshit e kastravecit, por me të gjitha sekretet e vjetra tradicionale që i bëjnë ato super kërce dhe plot shije. Nga kastravecat e freskët të kopshtit tim, me disa sekrete të vogla. Filloj me njerë nga puna. Pasi mblodha përbërësit nga kopshti, i laj me ujë të bollshëm, i vendosim në një tasë, dhe e rëndësishme është që këto të lihen për disa minuta në ujë me kube akulli. Kjo i ndihmon që kastravecat mos të qullen. Në fund të çdo kavanozi vendosim gjethe ardhie. Këto gjethe përmbajnë tanin dhe parandalojnë zbutjen e kastravecit me kalimin e kohës. Jo vetëm gjethet e ardhis, por edhe gjethet e dafinës i mbajnë kastravecat të fortë. I shtuam një deg majdanozi për freski, disa kokra piperi të zi dhe fillojmë të vendosim të gjithë kastravecat radh. I pastrojmë nga pjesa fundore dhe nga pjesa e majës. Duhet patjetër që ta presim sepse aty ndodhet një enzim natyrale që mund të zbusë kastravecin gjatë fermentimit, ndërkohë që stazionohet. I mbushim kavanozët radh, unë nuk i peshova kastravecat, por nuk ka rëndësi ajo. Rëndësi ka përbërësit që vendosen në këtë turshi dhe lëngu që do përgatisim pak më vonë. Unë do t'i shtoj nga një spec djegës çdo kavanozi. I jep një ngacmim shumë të lehtë turshisë, pa e bërë tepër pikante, është e këndshme ajo djegja. Vazhdojmë të mbushim edhe kavanozët e tjerë. Në fakt tenxherja që unë do përdor për banjo mari mban vetëm 3 kavanoza. I shtojmë sërish gjethe dafine, gjethe ardhie, kokra piperi të zi. S'na ngelet gjë tjetër, vetëm të përgatisim ujin me krip dhe me uthull. Raporti më i miri i përgatitjes së turshive është 1 litër me ujë, 300 ml uthull dhe 2 lugë të gjellës me krip të papërpunuar. Edhe kësoj që kripa duhet jetë e papërpunuar, jo e jotizuar. E përziej mirë, ujin unë e kam të ngrohtë që të tretet kripa. Shtojmë 300 ml uthull, sërish e përziejmë dhe me masën e përgatitur do mbushim kavanozët. Sigurisht që do ngelet nga lëngu. Mbushim kavanozin e dytë, edhe të tretin. Kavanozët patjetër që janë të sterilizuar, kapakët janë të rinj. Tenxheren me ujë e kam vendosur në zjarr që të vloj. Dhe në këtë moment do vendosim kavanozët të cilët i përfunduam. Të 3 kavanozët do t'i vendosim në tenxhere. Duhet patjetër që kapakët e kavanozëve të mbulohen me ujë. Do t'i lëm të ziejnë për 7-8 minuta, jo më shumë, që turshit mos të zbuten. Ndërkohë ne merremi me përgatitjen e pjesës së tjetër të kastravecave që ngelen. Ja edhe lëngu ishte fiks fare, përgatitëm edhe 2 kavanozë të tjerë. Pasi zien për 7-8 minuta këto kavanozë, i largojmë nga ujë, vendosim kavanozët e tjerë, duhet patjetër që të kthehen me kapakun poshtë dhe t'i lëm të pushojnë për 5-6 orë. Në fakt unë i kam lënë gjithë natën të pushojnë, ditën tjetër janë gati për të vendosur në një vend të errët. Rrojnë më shumë se një vit dhe mund të konsumohen për një javë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë dhe këto sekrete të vogla tradicionale, mos harroni të bëni like dhe subscribe kanalit Pasion Kuzhine për mos të humbur recetat e ardhshme. Me dashuri nga kuzhina ime.